rëndësishme, po të me gjithë jetës e jetë betone që ne kemi kohë sot. Kemi marrë pjesë në shumë protesta. Që nga armët kimike, të importi mbetjeve, protesta pa punë në Shqipëri, po flasë për ta kauze qytetare, por kjo është protesta për familjen tonë. Kjo është protesta për ligjin anti-njeri që ata deputet horrash që janë parlamentin e Shqipërisë duan ta votojnë. Prandaj sot ndahet nga muri turpit. Gjithë ata njerëz që do votojnë pro këtij ligji do i shkruhet emri në epitaf me gërmat e turpit historisë. Unë kam qenë kandidat për deputet, qarkur e Durrësit. I kam marrë votat dhe i kam bërë thirrje qytetarëve që besojnë tek Zoti, tek familja dhe tek kombi. Si unë kanë marrë dhe tjerë votat. Po si mund mos isha unë sot në këtë protestë? Edhe si mund mos jenë ata këtë protestë kur kanë marrë votat e juja, nuk ka rëndësi keni votu majtas, djathtas apo qendër. Kjo është çështja e gjithë çështjeve. Ne besojmë tek Zoti, tek familja dhe tek kombi. Janë tre shtyllat kryesore. Kush janë këta që duhet t'i imponojmë shqiptarëve që nuk kemi ne konservatorë. Por 2 ditë duhet fusin një ligj i cili shkatron mirë, shkatron familjen dhe shkatron njeriu. Por 2 ditë në turra vrapin e madh të ca votave që duhet t'i bëjnë në orën 1 natës, sepse po të kishin burrie, kishin votuar 11 mëngjesit. Kur ishin me mira këtu, po duan që t'ulet rezistenca që këta të votojnë atë ligj. Ligjin më famkeq që do të shkatroj familjet tona. Që do ta bëjë çuni vishën e rustat. Kemi parë historisht edhe bashkuarat Amerikës. Po na luajnë sot me kartën europiane. Prandaj un kam një pyetje sot për kryeministin Rama. Kur Zoti vendosi 2 gjini, ka vetëm 2 gjini, mashkull dhe femër. Kush je ti që vendos fjalën e Zotit në dyshim? Hajde jep llogari këtu. Shqiptarët e kanë shenjtë kuvendit. Prandaj ky nuk quhet parlamenti i Shqipërisë, ky quhet kuvendi i Shqipërisë. Po në fakt kuvendi i vërtetë i Shqipërisë është ky që po bëjmë neve këtu. Jo ata atje, këj mbyllur, deputetat e kartonit. Prandaj sot e kanë në dorë vetë, do quhen deputet kartoni apo do quhen deputet me integritet. Në rast se do të votojnë kundër, sigurisht që ata do të jenë deputet të qytetarëve dhe i gëzofshin votat që kanë marrë. Por në rast se ata do votojnë pro, do hidhen në koshin e mbeturinave të historisë. Prandaj kjo qëndresë tu është shumë e rëndësishme. Ata i kanë numrat, po, është e vërtetë që i kanë numrat. Por ne po i bëjmë thirrje edhe pak ndërgjegjes tyre. Nëse i kanë beti fije ndërgjegje, heqin dorë nga ky ligj famzi që e fut Shqipërinë në analet e historisë. Ka një problem shumë të madh. Ata ja kanë shit shpirtin djallit, po është e vërtetë. Se këtu jemi në një vend shenjtë, kemi edhe xhamin para. Pastori foli me fjalët e Zotit. Ne besojmë Zot, ne jemi besimtar, ne jemi njerëz që lutemi Zotit. Atëherë Zoti Rama dal këtu dhe të na tregoj cili është pakti që ka bërë me persona të cilët kanë hedhur paratë e taksapagusëve europian për të prishë shoqërinë shqiptare. Nga kush mbështetet ky projekt ligj, dalit t'jap llogari për qytetarëve. Është e vërtetë e madhe që ky projekt ligj nuk mbështetet nga Bashkimi Evropian sepse pastori e tha vetë vetëm 2 vende e ka. 25 tjera jo. Nuk e ka as gjysma, e ka pakica e pakicës. Atëherë si ka mundësi? Ç'pun kemi ne me këtë ligj? Ne sot duhet flisnim se si do pasurohen shqiptarët. Ne duhet flisnim për rrogat larta, duhet flisnim për pensione, duhet flisnim për arsimin, duhet flisnim për fëmijët cilët po na vriten rrugëve. Apo jo? Shikoni spitalin ushtarak, spital lufte, Theren Kalamajt, 14 veta në bathore. Ne sot flasim për një ligj që nuk na përket. Nuk është interesin tonë ky ligj. Prandaj është në nderin e atyre që sot marrin një vendim burror në kuptimin literal të fjalës. Por me votu kundër ligjit dhe për më bë bashkë me qytetarët. Pse kanë frikë? Një pyetje kam, pse kanë frikë? Pse nuk vinë këtu? Pse nuk vinë deputetët? Tu të marrin mikrofonin dhe i presim gjithë. Si majtas si djathtas, nuk kanë ai dallim. Vinë këtu, edhe t'ju japin ju arsye. Ajo kërkon votat. U morën votat. Hajde të vinë këtu, na tregojnë çfarë do fitojmë nga ky ligj. Por fitojmë që kur të lind fëmia maternitet nuk do quhet lindi çun apo gocë, por lindi fëmijë, sepse do jetë vetë fëmia që do e vendos a është çun apo gocë. Do përfitojmë neve, apo përfitojmë tualetin që fëmia do ndjehet mace, apo përfitojmë flamurin shqiptar që duan ta ndorën me flamurin e LGBT-s, është e vërtetë apo jo? Vetë presidenti amerikan Donald Trump në urdhrin e parë ekzekutiv tha ka 2 gjini dhe do hiqet flamuri këtyre nga ambasadat amerikane. Njëjtën gjë presim edhe këtu, në Shqipëri. Se po ndodh rëndom këtu. Është shumë e rëndësishme pra, ky votim. Dhe është shumë e rëndësishme rezistenca jonë, duhet jemi të gjithë bashkë sonte që ta ndalojmë këtë ligj. Në rast se mirët nuk bashkohen, sigurisht që e keqja do fitojnë. Shumë faleminderit.
ligji barazisë është kanceri për shoqërinë shqiptare, është kanceri për shëndetin mendor të fëmijëve tuaj. Pastori e preku pak më përpara, nga mosha 6 deri në 12 vjeç. Çdo fëmijë kalon më shumë kohë me fëmijën e gjinisë njëjtë. Pra djemt kalojnë më shumë kohë, luajnë më shumë me djemt. Vajzat kalojnë më shumë kohë me vajzat. Por nuk do të thotë se ato kanë devianca seksuale. Ndërsa ata do shkojnë të futen në shkollë për t'i manipuluar fëmijët tuaj, për t'u thënë që nëse ti qëndron me këtë fëmijën që është i jetës gjinit, ti je homoseksual. Pranoje që je ti. S'ka që të keq që ti je homoseksual. Është trendi ti je homoseksual. Pra do i manipulojnë fëmijët tuaj, sepse ne realisht ata nuk kanë një forcë argumentuese të bëj ballë propagandës së agjendës woke. Ky është një kancer që rrezikon shëndetin e fëmijëve tuaj. Do të krijojë një krizë identitare të fëmijëve tuaj, në anë të cilës ata do mund t'i manipulojnë fëmijët tuaj dhe do i kthejnë në sklever. Kanë marrë një pasazh nga Bibla, Ylberi, më para Zoti thoshte që kur bie shi, thirrte Ylberin për t'i dhënë mesazhin që unë nuk do të përmbys botën. Ndërsa këta kanë marrë Ylberin për të përmbosur shoqërinë botërore, jo vetëm shqiptare. Ndaj të gjithë bashkë si që jemi sot, të majtë të djathtë, të çdo besimi fetar, duhet vazhdojmë kështu bashkë për t'i thënë jo këtij ligji dhe për të shpëtuar Shqipërinë dhe fëmijët tanë nga të gjithë. Ju falenderoj. Po flasim për të drejtën për liri, por më të izoluar dhe më pa liri janë ai parlament që është brenda, që është i varur nga agjentat që i drejtojnë. Pra ata janë të lidhur në zinxhirët e bindshmërisë të atyre që bëjnë këto lloj politikash. Familja është e shenjtë sepse Zoti e ka krijuar shenjtë, nga gruaja dhe nga burri. Dhe askush nuk mund ta shpërbëjë. Pavarësisht se këto duan ta pushtojnë familjen me ideologjitë e tyre dhe të shkatrojnë si këmbë. Por ne do luftojmë deri në fund, ta arrijmë qëllimin dhe t'i shkatrojmë këto agjenda, sepse këto janë pseudo ligje, nuk janë ligje për të drejta, po janë ligje që shkelin të drejtat më madhore dhe më të përgjithshme të gjithë shqiptarëve. Ata që duan të shtrojnë të drejtën e tyre për përkatësi gjinore, ne të vazhdojnë ta bëjnë se askush nuk i ndalon. Por duke u bërë në këtë formë, ky projekt ligj do nxjisi një kaos të jashtëzakonshëm në familje, në Shqipëri dhe gjithë kudo që ndodhen ky lloj ligji për zbatim. Dhe në emër të Zotit i bëj thirrje të gjithë atyre që janë në asusall, t'i tresin ndërgjegjes. Nëse fëmijët e tyre i kanë në rregull, o kanë një për embesa që do t'i vinë në familjen e tyre me një kaos dhe me një identitet që s'do dihet se kush është. Prandaj, ju lutem, thirrni ndërgjegjes, pritni mendjes të vendosni kush është më e drejta dhe kush është ajo që duhet. Dashur motra, vëllezër, unë kam qenë shpesh pjesë e protestave, kemi protestuar përpara bashkisë, kemi protestuar në bulevard, kemi protestuar për afera të ndryshme, kemi protestuar për vjedhjet që provokuan, kemi protestuar për ekologjikun, për sistemin shëndetësor, arsimor, për çdo arsye. Por nuk ka protestë më të rëndësishme se kjo. Nuk ka gjë më të shenjtë se sa familja. Dhe ka një mesazh për gjithë ata persona, të cilët e dinin për këtë aktivitet, dhe të zgjedhin që ta ndjekin nga ekrani i telefonit apo televizorit. Turp për ju. Sepse nëse nuk çoheni për familjen tuaj, atëherë për çfarë do çoheni? Nuk shitet identiteti. Nuk shitet familja. Nuk shitet atë veu. Dhe për që ata parlamentarë aty, që janë gatshëm të shesin shpirtin e tyre për ato fonde që mund të kenë marrë. Shesin shpirtin e tyre për ato afera që mund të kenë bërë. Për që ata deputet legena që shkojnë edhe votojnë të projekt ligj kundër familjes, kundër identitetit, tur për ju. Dhe tur, edhe nëse jeni mësuar që populli dorëzohet thjesht, e keni gabim. Sa po keni nxitur tek populli shqiptar atë nerv që as nuk shitet, as nuk dihet. Sepse për ne nuk ka kaos më të madhe se sa familja. Dhe ky projekt ligj cënon në mënyrë të drejtë për drejtë atë që ne i quajmë qenie njerëzore. E heq binaritetin tek gjinia nga mashkull femër,
dhe e hap për mënyrë se si t'i shprehësh, që do të thotë për gjithë ju që keni biznesa. Do të vi nesër në biznesin tuaj dhe nëse nuk i funksioni, atëherë ju hedhin gjyqin. Do të merrni gjobën për diskriminimit. Dhe nëse nuk e paguani gjobën, ju e dini se çfarë ndodh në Shqipëri. Dhe për çfarë mund diskutojmë ne më për agenda kundër shpopullimit, agenda të shpopullimit të Shqipërisë. Edhe unë, ashtu si sot kalaj kemi qenë kandidat për deputet. Këto zgjedhje. Kemi patur platformën për familje, platformën për riatletësimin e shqiptarëve në Shqipëri, platformën kundër shpopullimit, platformën që të nxisin një çmërim. E më ka ardhur momenti që të bëjmë përgjegjës ata që janë aty brenda. Për mënyrën se si do të votojnë dhe mënyrën se si të besim që populli, një pjesë e popullit i ka dhënë. Çfarë do të bëjnë, si do ta administrojnë fuqinë e tyre? Në interes të popullit apo në interes të lekut? Unë i bëj thirrje, kush është duke na ndjekur të vitet bashkohet këtu, nuk ka një moment më të rëndësishëm se sa ky. Dhe nëse janë mësuar me grupe tjera që shiten dhe bien, i siguroj një gjë, Koalicioni Shqiptar Pro Familjes dhe Jetës, komunitetet fetare, dhe të gjithë ata qendrestar që e kanë treguar veten e tyre, që e duan Zotin, e duan familjen dhe e duan kombin, do të qëndrojnë deri në fund për atë që ne besojmë që është e shenjtë, që është familja. Ju falenderoj.